Mirë mëngjes të dashur miq dhe dashamirës të librit. Siç u premtova, do vazhdoj me leximin e librit me shkrime dhe kujtime e megjithatë jetojmë. Jemi akoma në kapitulli më i rëndësishëm, më delikat dhe më tragjik. 1997. Vazhdojmë. S'do ketë bukë nëpër dyqane e të gjithë po rendin për miell, më tha Mira, duke më treguar nga balkoni 10 njerëz të ngarkuar me thasë me miell. Më kujtua shoku me derë mbi supe, që e paragjykova çastin më parë, por analogjia me mielin s'kishte kurfar lidhje në këtë përpjekje mbijetese. Unë nisa me Jorgo 9 vjeçar dhe me biçikletën e dhuruar nga nuna Keti, një grua greke për cilën do shkruaj më vonë, drejt fabrikës së makaronave nga vinte dhe vala e njerëzve mielmarrës. Kur hym në sheshin para fabrikës së bukës dhe asaj të makaronave, u ndodhëm mes një haosi dhe tmeri të papërshkruar. Lëvizje kaotike njerëzish e makinash, tip veturash, furgonash, nga ku triumfatorësh shkrehnin kuturum armët për t'u hapur rrugën drejt depove. Gëzhoja të binin mbi kokat tona, dhe kur pash Jorgaqin tim si mbronte kokën me duart e tij, e përqafova dhe e lash në një kthinë të sigurt, duke i thënë të më priste pa bërë as lëvizjen më të vogël. Çava mes turmës dhe për çudi, forca shtytëse e njerëzve më solli mes thasëve me miell. Ca koklidhur me nga një shamisi kauboj filmash, shponin tavanin me breshëritë e plumbave dhe pasi vuan karrocerinë e një mauneje, përlanë 10 thasë me miell. 10 njerëz të riqnin thasë duke rënkuar e thirrur, me fytyra të zbardhura nga mielli. Aty ishin gjithë moshat njerëzore, në një përpjekje tragjikomike për kafshatën e vogël dhe të madhe njëkohësisht. Aty ishte shqiptari i tjetërsuar, i zhgënjyer, i ofenduar, i revoltuar, i egërsuar, me një instinkt të hiperbolizuar urie e agresiviteti. Pash plakun të shkele me thasëve dhe shkelsa të shpëtonin thesin me miell. Pash koklidhurit e armatosur dhe shtetin e përshkelur nga shtetarët e vetë shtetasit. Të gjithë ishim aty, të miellosur e dreqosur, pjesëtar të pashmangshëm të atyre që po vinë dhe të atyre që po iknin. Vumë me Jorgaqin thesin mbi biçikletë dhe u kthyem në shtëpinë Xitimthi, duke siguruar kështu rezervën disa ditore të bukës. Fanatik i moscënimit të pronës së tjetrit, e ndjeja veten fajtor dhe borxhli për atë thesë të papaguar. Do ta paguaj pas çlirimit. E thënë kjo që shkaktoi pak humor tek Mira, mes atij ankthi dhe dëshpërimi për të nesërmen tonë. Por ishte për të qeshur e për të qarë. Kur mes njerëzve thas ngarkuar, pash dhe nga ata që pa ditur vlerën e funksionimin e mjeteve laboratorike rrëmbenin aparate analizash mikropeshore e kuta di unë se çfarë. Të tjerë ngatëroheshin mes makaronave të njoma të varura në dhomat e tharjes, duke i tërhequr e futur në pëthase qese të transformuara në një lloj mase brumi si lëmshe gjigande të deformuara. Më të duruarit e specialistë në zanatin e tyre ishin zhvidhosësit e elektromotorave të makinerive, të prizave e releve në përmure. Një boshatisje totale e gjithçkaje, për të mbushur secili vetveten sipas mundësisë, dëshirës, forcës dhe pangopësisë më të paparë njerëzoshtazore. Korça e zaptuar kishte marrë ngjyrë gri, që më shkaktonte një ftohtësi trupore e shpirtërore të paprovuar. Tek ecja me biçikletë drejt qendrës, më duke sikur gjithçka kishte ndaluar në kohë dhe çdo lëvizje mjetesh e njerëzish sikur ndodhte në tjetër hapësirë të kozmosit. Mos isha në një ëndër të mundimshme, dhe hapja e syve do më sillte ngjyrat e gëzueshme të jetës, edhe era që frynte, shpërndante ngjyrën gri të plurit të plehrave. Edhe kaltërsia qiellore ishte strukur universit, duke u krijuar një mjegullnaj grisore mbi qytetin fantazm. Xhame dyqanesh të thyera, rafte të shkullura e boshatisje e gjithçkaje brenda tyre. Qenie njerëzore që kishin marrë formën e mallit të rrëmbyer, çaplenin këmbët për t'u rikthyer përsëri më të babëzitur, deri në shëmtimin më të shëmtuar të personalitetit dhe mjedisit shqiptar.
Më falni, por s'mund të vazhdoj dot të kujtoj këto skena të shpërberjes të hapësirës e kohës të një populli që po e pësonte si Sizifi. Hajde të pim nga një gotë, miq të dashur. E kuptoj padurimin tuaj për vazhdimësinë e shkrimeve të mia, por gëzuar e me shëndet të gjithëve, se ato posa filluan e kemi përpara një mal të tërë. Në mbrëmjen që kish filluar para kohe, fytyrat e rëmbuzve i vëshqinte maska e zeze natës. Ije të deformuara lëvisnin qytetin në format nga më të shpërberat, duke devijuar për masat njerëzore nga pesha e mallit të rëmbyer. Një komshi, moshatar me mua, që deri atë natë lante trupin në dushin e sajuar me një qynqe kazan që nxente ujin me gaz, siç duket nga alergjia e këtij përdorimi, ja kishte vënë syrin dusheve me korrent të dyqanit të një turku aty në sheshin e Shtatkatshit. Dhe alergjia e kalon për masat e zakonshmes, se me sytë e mi pash të sillte 2 pajisje dushi, e siç më tha vetë, kish marrë e një 2 të tjera. A thua duhe nga një dush për çdo pjesëtar të familjes, secili, sipas zanatit e mundësisë, mbushte torbat e thasët me shtrëmundte, duke siguruar të njëjti mall për 1000 vjet jetë. E shoqja një tjetër komshiu na solli një palë pantofla falas, pasi i shoqi kish mbushur thesin me 10 palë të tilla nga fabrika e këpucëve. Të gjitha këto rezerva mallrash ndronin pronarin në mënyrë më të skajshme e të dhunshme të biznesit ekonomik. Dhe çdo kapërcim i tillë i dhunshëm i pronësisë, si ditën ashtu dhe natën, shoqërohej nga refreni i çakërdisur i krismave. Nën kapitull që do ta lexoj më vonë, është refren që shkaktoi tragjedinë e një çmendurie. Bëni durim. Ju falenderoj. Ju uroj një ditë të bukur.